Pamjet e siguruara nga kamerat e sigurisë në qytetin Bidford në shtetin Amerikan të Maine hedhin dritë mbi një operacion të autoriteteve të emigracionit që përfundoi me vdekjen e një tërhiu kolumbian. Videot, të marrë nga biznese pranë vendngjarjes, tregojnë një makinë të bardhë që lëviz disa herë në një kryqëzim, ndërsa dy persona përpiqen të ndalojnë. Pak qaste më vonë, një automjet sportiv i bardhë përplaset me makinën, ndërsa disa persona që besohet se janë agent të Shërbimit Amerikan të Emigracionit dhe Doganave, ose ICE, e rrethojnë automjetin. Në pamje, shihet njëri prej tyre duke drejtuar një armë drejt drejtuesit të mjetit, ndërsa më pas personi nxirret pa ndjenja dhe shtrihet në rrugë. Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare konfirmoi se një agent i ICE përdori armën e zjarrit gjatë operacionit, duke argumentuar se veprimi u ndërmor për arsye të sigurisë publike. Sipas autoriteteve, agentët po përpiqeshin të ndalonin një automjet gjatë një operacioni vëzhgimi në adresën e fundit të njohur të një emigranti pa dokumente. Në vendngjarje mbërritën edhe policia lokale e Bidfordit dhe agent të Byros Federale të Hetimit, FBI. Nga ana tjetër, organizatat që mbrojnë të drejtat e emigrantëve deklarojnë se viktima ishte një shtetas kolumbian 26 vjeçar, i cili kishte leje të vlefshme pune në Shtetet e Bashkuara. Sipas të dhënave të publikuara, kjo është të paktën viktima e 7 që humbi jetën nga të shtënat gjatë operacioneve të zbatimit të ligjeve të emigracionit, që prej rikthimit të Donald Trump në presidencë në janar të vitit 2025 dhe nisjes së fushatës për deportime masive. Rasti pritet të rrisë debatin mbi përdorimin e forcës nga agentët federal gjatë operacioneve të emigracionit, ndërsa hetimet për rrethanat e plota të ngjarjes janë ende në vazhdim.